Brenda është e lika e gurit. Uji nëpërmjet kanalit futej në tub, me këtë spresor që ka ky. Miq, jemi duke shkuar tek ish, se ka ngelur për ish tani, mulliri i fshatit Lubinj. Me çka ka qenë ky mulliri këtu? Ky është Mullim me ujë. është mullim me ujë. Është një nga 5 mullim që ka pas fshati. Pra ky fshati ka pas 5 mullim. 5 mullim me ujë. Ç'a bluesh aty, për ç'a përdoresh? Gjithë drithërat që përdornin njerëzit, grur, misër, tërshër, rila që e një bim që nuk përdoret me okër, janë disa varietete të drithërave. Që blueshin nëpër këto. Që blueshin nëpër mullim. Pra Kush i menaxhon këtu? Banor të zonës, pra Ai që merr këtë ballor, këtë mullim domethënë ka pas disa që janë me emër Avdiu në këtë, edhe quhet mulliri i Arbovës. Pra ky Ikim ta mulliri shohim aty nga ku jemi ne. Ec. Atëherë ky është përroj i Arbovës. Pra këtu? quhet përroj i Arbovës, nga i cili merr emrin mulliri. Kjo vijë që duket është vija e ujit. Kjo këtu? Po. Është vija e ujit nga e cila furnizohej mulliri. Është mulli pra që funksionante, vinte e likën në lëvizje Me anë të ujit. me anë të presionit të ujit. Pra kjo është një vijë e mbetur, është shumë e gjatë, është rreth 1 kilometër e gjatë. Edhe kalonte nëpër këtë segment këtu. Kjo është depozita ku grumbullohej uji. Është çfarë sa e madhe. Është me Pra për masa gjigante. depozita Mund pas mund të nxej 200 ton ujë, kupton? komplet kjo hapësira këtu ka qenë depozita e ujit të mullirit. Hajde. Çudi se pas ka marrë këtë hekurin për kështu, për scrap. Okej. Apo s'ka me çata nxjerrin këtë hekurin që ta marrin për scrap. Aty tek fundi i depozitës Po. ka qenë një regjistrues që bënte hapjen dhe mbylljen e ujit. Kanali është akoma ekzistues. Domethënë uji nëpërmjet kanalit futej në tub. Po. Me këtë spresor që ka ky. Ky tubi në fund ngushtohet, pra shkon sa gjysma ose më pak e diametrit që ka këtu, dhe presioni i ujit vinte në lëvizje gjithë e likën që bënte bluerin. Mulliri është aty poshtë. Këtu do kaloj? Po. Shiko çfarë disniveli ka me Hajde. që ka rënuar komplet. Mulliri, kjo është hyrja. Ka qenë mulli sa 2 dhoma shtëpie i mbuluar me rasa guri, i thurur me mur guri. Tu ka qenë hyrja, kjo është hyrja e mullirit. Shef me gjë aty. Do na shem me këto do bien poshtë. Kjo është pjesa e strukturë, kjo është pjesë, këto drasat janë pjesë e mekanizmit ku vendosej drithi edhe kështu. Çfarë viti bëhet fjalë ky mulliri? Është përdorur.
Po para se të vinte elektriciteti, domethënë më përpara se fshatrat të kishin elektricitet përdoreshin mullit. Pastaj ky është përdorur deri vonë, domethënë këto lloj gurësh sjellin një miell ndryshe nga i bluret industriale. Kupton, kanë një lloj ashpërsie, si thua, se brenda është e lika e gurit që bën të bluar, është e pamundur që të jetë. Diçka E lëm e kaq. Por do vimi një herë tjetër, do marrim kosori, spatat, do i themi di xhaxhin na prodhoj ca spata, ca kosora, edhe ta hapim vet. Ujin kalonte nga atje Nga gjende ujin kjo? brenda në mlli, e lika që e vinte në lëvizje. Pra, është ky ujë këti projt këtu. Nuk duket që fare. Është rënuar. Pra atje është e lika, domethënë është janë aty brenda, por nuk ja vlekat. Duket që. Andaj pas ka hapur një fole ujku. Që ka i brim e madh aty. E hapur apo mos na gjeta një burim pas. Ja është. Është dera e likës ku vendose në funksion, domethënë. Gjitha ajo guri që bluante. Gjitha mekanizmat e mullirit i ka mbuluar ferrat. Kështu që s'na ngelet gjë tjetër veç se të ikim. Ikim? Kjo ishte, po. Ky ishte edhe mulliri. Ky quhet mulliri i Grabovës, ë? Mulliri i Arbovës. Arbovës, po. Arbova, domethënë, është proj, pra, nga e cila merr emrin dhe mulliri. Proj arbuar. Ikim. E çapem me qeka jo.